Deputetja dhe kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës ka vijuar takimet me bizneset duke takuar punonjës në kuadër të fushatës zgjelore për 11 majin. Gjatë takimit në biznesin e Roland Volaj, Bilali, pasi është njohur me proceset e kësaj fabrike, gjatë bashkëbisedimit me punonjësit, ka ndar projektin e saj për zgjatjen e orarit të qëndrimit në shkollat nëntëvjeçare, duke qenë një ndihmë për nënat. Këtë mandat kam vendosur mja dediku vetëm nanave, sepse mendoj që qeveria ban pjesën e vetë, biznesi ka pjesën edhe ma kryesore. Por në fund të ditës, momentin që i kena fëmijët rehat, ose që i kena mamën rehat që fëmijët janë të sistemum në shkolla, në qerë dhe në kopshte, atëherë edhe performancën, po edhe pritshmëritë i kena ma të menaxhueshme për qytetin, për kompaninë dhe për tanë vendin. Ajo çfarë do të propozoj për Shkodrën, dhe kë nuk është një premtim, se du me kanë shumë e qartë, është një angazhim që e marrë për sipër dhe ndoshta nuk do të fillojnë me njëherë në shtator në tana shkollat e Shkodrës, po do të fillojmë duke pilotu për zgjatjen e orarit të shkollave. Dhe jo zgjatjen e mësimit, por zgjatjen e orarit. Pra fëmijët më najtë në shkollë deri në 4:30 dhe të pjesa mas drekët me ba detyrat e shtëpisë. Gjithashtu Bilali u shpreh se kërkesa e saj në këtë mandat të rrallës do të jetë krijimi një qendre inovacioni dhe sportive falas për të rinjt në Shkodër. Kena shumë plane të lidhuna patjetër edhe me qeverisjen lokale, po kryesorja në këto zgjedhje ku garohet për qeverisje qendrore, unë kam kërkuar për Shkodrën në 2021 diçka për të rinjt, për një qendër shumë të madhe falas, argëtimi për fëmijët. Për mua është e pakonceptueshme atë që shoh për ditë një ambient krejt i vogël në një lokal me 2 lojna të cilat ti duhesh o me pagu për me i majtë fit ose do duhesh me pi kafen për me e lanë nërkote të kanë i lojnave. Nuk du të me kanë kështu. Edhe këtë është zotimi për me ba jo një kanë, 2 kanë, 3 gjana, por me transformu komplet. Si që është në gjdo vend normal, si që është në kryeqytet, se s'kena nevoj shumë e pa jashtë, nuk bëhet fjalë që çdo lagje me pas kanin e vet të lojnave edhe me pas një qendër e cila është ma multifunksionale, që mundesh me kalu një gjysditët ose një ditë të plot. Gjatë këtij takimi, punonjësit kanë garantuar mbështetjen ndaj Edona Bilalit, si dhe projekteve, ideve të saj që lidhen drejt për drejt me përmirësimin e kushteve dhe hapësirave për familjet dhe rinin.